Në fillim të emisionit do të flasim në këtë pjesë për çështjen e ndarjeve të çifteve në kohët moderne. Do bëjmë një krahasim me ndarjet në këtë kohë dhe ndarjet në kohët e kaluara. Çfarë po i shtyn çiftet që të ketë ndarje, që të shkojnë drejt ndarjes? A duhet toleruar brenda një çifti, brenda një raporti, një marrëdhënie? Ndoshta duhet toleruar për të vazhduar edhe me tej në fakt lidhen raportin e tyre qoftë edhe martesën, apo është më e shëndetshme që të ketë një ndarje të parakohshme përpara se të shkojmë te problemet edhe me të thella se ato si mund t'i kenë. Gjitha këto do t'i diskutojmë me 3 profesionistet zonja të cilat i kemi përzgjedhur për këtë debat, këtë temë diskutimi. E në këtë rast është avokatja Femije Gashi, teologja Iqbale Huduti dhe psikologja zonja Atifete Syla. I mirëpresim në studio. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Mirë se keni ardhur. Si jeni, jeni mirë? Mirë mëngjesi. Atifete ty she. A je mirë? Mirë mëngjesi, zonja Huduti, a jeni mirë? A i ndrona pak venet, a ulesh të zakonisht? A ki problem? Okej, jo në problem. Zonja Femije, zakonisht si Mirë mëngjesit të 3 zonjave, mirë se keni ardhur, faleminderit shumë që jeni bashkë me neve. Si u gjen? Është Faleminderit kënaqësi ju pas në studio. Në emisionin e juaj fundjava. Vikendi. Si keni vendos fund vike? Kështu ma ndërkombëtare, ma internacionale, se përndryshe shumë mirë edhe fundjava. Po, fundjava. Edhe shqip i themi vikend. Po, ç'është. Zonja Femije, po e nisi këtë diskutim me ju për çështjen e ndarjeve në çifte, por jo vetëm ato që janë të martesë dhe të tjera. Nga praktika juaj, mendon që brenda këtij viti ka numër më të madh të divorceve, shkurorzimeve në krahasim me vitet e kaluara apo qëndrojmë njëjtë? Unë mund të referohem praktikave që kam zyrën time, ku kryesisht pjesa dërmuese, edhe pse kam edhe burra që kërkojnë që të bëhet zgjidhja martesës, se kështu i thuhet në shqip, sepse kemi filluar ti përpunojmë kështu pavretur këto terminologjitë e huaja, për shembull që po thotë i thojmë vikend, i thojmë divorc, kështu shkurt, është një shprehje ndërkombëtare. Mirë po quhet zgjidhje martesës, për shkak se martesa lidhet, mandej quhet zgjidhje. Okej. Edhe pse në përkthimin e ligjit mbi familjen të Kosovës, që është një ligj krejt në frymën e ligjeve të Bashkimit Evropian, aty thotë zgjidhja martesës me shkurorzim, atë kjo nuk kuptohet, nuk di pse e kanë fut. I referon në rasteve ku kryesisht në shtap se jam avokate grua, o më ofrohen gratë ma me lehtësi, komunikojnë me mu ma me lehtësi, e qojnë detin. Do me thonë këtë vetë, në karierën time 19 vjeqare asnjëherë nuk më pas më shumë. Do me thonë raste që janë afru. Nuk është e thonë nësëherë që afrohen ato edhe shkurëzohen, për arsye se ka mundësi që shumë për të tyre edhe nuk i kanë mundësit ekonomike për të angazhu avokat. Mirë po, unë për shembull i këshilloj si të veprojnë. Natyrisht gjithmonë puna e parë që bëj përpjekje që do me thonë nëse ka ndonjë pengesë të vogël të evitohen, për arsye se familja është shenjtëri edhe veç kush e çet gjoksin, sepse do me thonë janë ato mas pajtimet në brenda çiftit gjithsesi, për shkak se e tillë është jeta, do me thonë me kalimin e kohës edhe kur bëhen fëmijët, edhe aty ku ka mundësi gjithmonë do me thonë pretendoj që të bashkohen. Pa aty ku s'ka mundësi, do me thonë është më mirë me u nda, sepse nga përvoja që po e shohim po përsosim problemet deri në vrasje po vije, madje këto probleme ju vetëm që po reflektohen në raportet ndërmjet dy bashkëshortëve, pa ato madje po kanë pasoja edhe në familjet e tyre dhe jashtë saj, po e bie fjala si që patëm rastin tragjik kohëve të fundit që ndodhi vrasja e 2 vëllezërve në një fshat atje dikon të Malishevës, si pasojë që ata kishin pas problem. Prandaj këtë rast është një thënie filozofike, thuhet më mirë një fund i dhëmshëm se një dhimbje pa fund. Prandaj aty ku nuk shkon, ku nuk ka përshtatje, ku nuk ka perspektivë, po shkon problemi të thellu, më mirë është me u nda, gjithsesi në rrugën e vet, edhe pse në këtë rast, do të thonë nuk është e lehtë për sidomos jo që po anoj, po për gra, për arsye se na nuk gëzojmë të bëjmë matjet ne, prej ne trija që jem këtu, për shkak se ne edhe punojmë, edhe jem vetëdijshme, dim çka kërkojmë, mirë po
t'i marrim zonat e largta, ku sidomos gratë janë të papunësume, të pambrojtura ekonomikisht, nuk kanë prona, dhe me thonë, nuk kanë prona dhe ato durojnë gjithë shka, po ku kanë me u këthy. Për arsye se tash po e shofum çfarë problemi ka, çfarë krize dhe për prind, e leje më ku me u këthy, për shembull, një bi me 3-4 fëmijë. Janë probleme shumë të thella, mirë po, aq po më duket është rrit, ndoshta gaboj, çka s'm ka ndodhur kur karrierën time, një ditë besomni, qashtu apo ndoshta ke rasti u grumbullun, në të njëjtën ditë i kam dorëzuar 2 propozimet përbashkëta, sepse martesa prishet me propozim përbashkët, kur dy bashkëshortet, partnerët janë të pajtimit, edhe ajo shumë është e lehtë edhe për neve, edhe për gjykatën, edhe për fëmijët, edhe për gjithçka, sepse ata zyrën time mirën vesh për gjithat. Për shkak se unë jam profesioniste edhe një pjesë madhe e pastroj terrenin me palët që i kam në zyrën time. Domethënë, nuk ja bëj shefin edhe ëndra se unë e di çka ju ndodh në gjykatë. Kështu që kur shkoj në gjykatë që e kena me lehtësi, edhe u ndodhi një ditë një rasti, i dorëzova 2 propozime dhe 2 padija. 4 shkurorzime për një ditë. Brenda ditës. Një herë ndodhi, 19 vjet time e karrierë, një herë ndodhi. Mirë po është rritë, për ndryshe kam shumë raste që edhe jashtë, do me thonë, ku i kem shqiptarët tanë jashtë atë dhejot, të cilit pjesë ndërmuese dhe na shikojnë, po besoj edhe këtë emision, edhe atje ka shumë ndarje, edhe vazhdimisht ju bëj apel prindve, unë e din që ata e kanë të ushqyer ndjenjen kombëtare që me çdo kusht fëmijët e tyre t'i rrisin, t'i edukojnë, që ata të martohen me llojin e vet. Mirë po e vërteta është kur ti një fëmijë ke çuar atje në moshën 2 vjeçare dhe ajo është edukuar me mentalitet ose ka lind Iqball, me mentalitet zvicrana, gjermana, francez, edhe tash ti më ja imponu një martesë për shkak se ata mirë, ata po dojnë me ru llojin e vet, po megjithatë është puna ndoshta prej fëmirisë. Po pa marrë parasysh të Iqball ata po rriten me një frym tjetër, edhe për shembull nëse gjenden atje njëri me tjetrin është shumë mirë, se këto e dëshirojnë jo vetëm familja shqiptare. Po këto e dëshiron, na i shikojmë edhe filmat, unë kam qenë edhe në Amerikë dhe më ka interesuar kjo punë, çdo kush e dëshiron që ta merr llojin e vet. Megjithatë, jo të mirën për arsye se kemi shpesh raste, nuk është të gjithat, po që janë martuar edhe për interesa të ndryshme dhe aty ku s'ka dashuni, aty ku nuk thirr zemra, aty ku nuk ka harmoni dhe lumturi, aty ndodh përplasja. Kështu që po kam edhe këtë drejtim javë, domethënë edhe prej mërgatës tonë ku ke. Diasporës. Dua ta zgjeroj këtë diskutim edhe me zonjën Huduti. Zonja Huduti, a e njeh feja si praktik ndarjen apo duhet tentuar për të përmirësuar marrëdhëniet për të mos shkuar asnjëherë deri tek ndarja? Feja në përgjithësi nuk e favorizon këtë divorcin apo ndarjen. Mirë po, ka disa masa të cilat i merë paraprakisht, sidomos ajo pritja 4 mujore, që i thojmë i det, ajo është një vetëdisim psikologjik, se gruaja mund të jetoj me një shtëpi, me një familje, janë ende të martuar, ende i vlen kurorëzimi, por në ndërkohë brenda 4 muajve, ata vetë djesohen për një çështje, për një problem, dhe gjëja e lejuar dhe më e urryer te Zoti është shkurorzimi, për të cilën ne kemi edhe thënie profetike, mesazhe profetike, të cilat thonë se kur 2 persona shkurorzohen, edhe arshi, ashtu themi Zoti ekziston çdo kund, po ai froni i Zotit dridhet. Prandaj në rastet e tilla kur kanë probleme të theksuara, që ndoshta më shëndetshme është një ndarje se sa një vazhdim i detyruar. Mirë po miren masa, prandaj edhe unë në zyrën time psikosociale për konsulta IBH, aty kam shumë raste që i kam zgjedh. Kam gjetë metodën që nuk i kam lënë me ardhë deri te shkurorzimi. Madje edhe më kanë thonë, në çfarë do mënyre, ndash edhe krishtere edhe islame, vetëm e na zgjedh këtë problemin. Edhe prej 10 rasteve që kam, minimumi 8 raste nuk i lejoj me ardhë të shkurorzimi. Kjo 4 mujorshë, për shkak se na juristat në kohën tonë, në historinë e shtetit dhe së drejtës, dhe me thome kemi pas edhe një lloj nënlëndë e drejta shariatit. Ka qenë pjesa asaj, po mu më ka interesu shumë për shkak besimit që i kama.
A është edhe kjo nga fakti për shkak se gruaja mundet me mitë shtatzon, edhe praktikat ginekologjike kanë tregu që shpeshherë ajo mund të jetë shtatzon, por prapë të ketë cikël të rregullt. Prandaj kjo, domethënë, edhe për këtë. A di shumë është tash kjo dilemëria e fesë me ligjin, për arsye se ligjin mbi familjen të Kosovës, i cili ligj është në gjitha shtetet e Evropës, domethënë kur gruaja është shtatzone, edhe derisa fëmia ti bën 1 vjet, gjykata nuk e bën shkurorzimin. Interesant. Do me thonë nuk e ban. Kjo nuk është vetëm 4 mujorja vetëm për shkak shtatzanësisë, po ndoshta me ndërhyrjen e psikologëve, me ndërhyrjen e figurave fetare, e shohin ku është problemi. Mande vjen edhe te rasti juridik, për shembull, që simas fesë fëmijët nuk i takojnë nënës me i marë, po fëmijët duhet të rrinë nën kulmin e babait, por nana ka të drejtën të i marë 1 muj, 2 muj, ndoshta fëmiju me të meta që është për shembull ka nevoj, ose fëmiju që është në gjitë nanës deri në 2 vjet, e ka obligative, është nuk guxon fëmia me shku në kulmin e nënës, sepse automatikisht, mirë po ka të drejtën me i marë 5 vjet me i rujt, por në mramje duhet me i qute të babaj, sepse kështu është më e lirë një grue që me gjetë fatin e vetë tjetrin, por edhe ky rregull hynor, ashtu të themi, kjo e ka bo që ai prind, ai mashkull që dëshiron munda, duhet me ditë që nëse ka naj dashnore apo naj grue tjetër, ai duhet me ditë që ajo ka me arë në shtëpin ku i ka fëmit e burrit. Në anën tjetër, në traditën tonë shqiptare, një shqiptar, burr, e ka nder me u kujdes për një grue që ka fëmi, por i ka vdek burri. Jo për një grue e cila është ndarë, e ka burrin gjallë, edhe kjo mu martu të burri i dytë, edhe garant, ai burri i parë që është ishi i saj, ai nuk ishte me leju që vajza e ti me jetu bashk me burrin e njerë, kini bjerë, burrin e nënës, në vend se babën e ka gjallë. Edhe kështu stagnohet shkurorzimi. Para se të thellojmë të këto ndarjet kur kanë fëmijë mes, do doja të ndalesha pak edhe nga ana përpos e fesë, do doja të kjo e shkencës. Çfarë thot psikologjia zonja Atifete, cilat janë shkaqet kryesore pse një çift shkon drejt ndarjes? Ka shumë faktor. Kjo mvaret edhe prej vendit ku jetojmë, edhe kulturën të cilën e kemi. Për shembull, tek neve është rrit numri i divorceve, kështu që nuk mundemi me krahasu me vend tjetër për shkak se ka faktor tjerë. Unë mendoj si së pari komunikimi është baza, edhe në momentin që 2 partnerët nuk kanë komunikim të mirëfillt, ato akumulohen çdo ditë probleme ndoshta edhe shumë të thjeshta që nuk janë diskutu edhe më ardh deri tek ndarja. Mendoj si ka faktor të pafund si faktori social, faktori ekonomik, pastaj dhuna, shumë faktor tjerë. Po ajo çfarë tek neve është qetësuese, mendoj në rritjen e numrit të divorceve, është mënyra se si partnerët nuk marrin mundin ose bashkëshortët që të diskutojnë, të komunikojnë, ose të konsultojnë me profesionistët të ruajnë martesën, për shkak se vërtet duhet të tentohet të përmirësohet, sidomos nëse ka fëmijë. Prandaj, mendoj si duke marrë parasysh tash këtë konceptin mbi divorcin, nga njëherë po arrihet tek divorci edhe pa u mundu për me e stabilizu atë lidhje, ku neve e dim si secili mundemi me pas keqkuptime, mundemi me pas konflikte. Prandaj, mendoj si këtu kemi qalu në aspektin e rëndësisë së familjes, që po i kushtojmë edhe martesës. Po, ja vlen zonja, Atifete që sakrifikohet ndoshta kjo pjesë, të vazhdoj tutje për hatër të familjes ose për hatër të fëmijës në këtë rast. Edhe në raste kur ka mungesë dashurisë. Patjetër nuk e thash për hatër të kërkujt, për hatër të vetës së pari. Unë mendoj si nuk them të sakrifikojmë në aspektin që të përjetojmë dhunë psikologjike ose edhe fizike, por nëse ka konfliktet cilat mund të zgjidhen me komunikim, edhe të i kalohen, edhe të bisedohet, të tentohet, të paktën të përmirësohet, nuk mendoj si ja vlen divorci, për shkak se divorci
edhe divorci ka pasojat psikologjike, si të burri, si të gruaja. Prandaj këta duhet i marrin parasysh të pasoja, unë mendoj si shpesh nuk i marrin parasysh çka mundet me shkaktu divorci, sidomos nëse janë fëmijët. Patjetër që ata fëmijë të cilët rritën në një familje me konflikte, me dhunë, patjetër që është shumë e dëmshme dhe ka pasoja shumë të rënda psikologjike nëse vazhdohet ashtu. Po nëse problemet nuk janë madhore, nëse ato mund të zgjedhen me komunikim edhe me ndihmën e profesionistëve, vërtet duhet të tentohet të përmirësohet lidhja, por jo asnjëherë për hatër as të fëmijëve të durohet një presion ose një dhunë, siç e thash, psikologjike ose fizike, as për hatër të familjes, po gjithmonë në aspektin që unë mendoj tani koncepti mbi familjen sikur nuk e ka atë rëndësinë që vërtet duhet ta ketë, ose nuk po e perceptojnë ata partner që po hyjnë në martesë seriozitetin e martesës. Prandaj para se të martohen, se po ju mendoj si duhet të njohin mirë njëri tjetrin, duhet jetë parsore ndjenja që duhet i lidh dhe jo arsye tjera, se zakonisht këto janë edhe një faktor shumë i rëndësishëm pse ndodhin divorcet. Gjithashtu duhet të ambientohen njëri me tjetrin, pastaj të hyjnë në martesë. Por edhe kur hyjnë në martesë, ata patjetër duhet ta dinë si komunikimi është parsor, duhet ta dinë si nuk është gjithmonë e lehtë mu ambientu me një jetë të re, me një individ edhe me pranu neve secili kem të metat edhe ato të mira tona që neve duhet me e pranu njëri tjetrin, dhe në momentin që neve arrim me pas një komunikim si duhet, një respekt të ndërsjellët, unë mendoj si vërtet ato çifte do funksionojnë shumë. Se kisha pas mundësi me ndërhy si mas përvojës time, shkaqet që ndodhin divorcet, numër një është mos përputhja e karaktereve, mandej varësia financiare. Prandaj po them me e njoft njëri tjetrin, pastaj mos ndodhin divorcet. Keq menaxhimi i komplet martesës, mos njohja e rolit të gruas ku e ka vendin në shtëpi, edhe të burrit gjithashtu, edhe mbi të gjitha nga aspekti psikologjik, fejesat, martesat, njoftimet bëhen shpejt, shikohet vetëm një herë si avantur, nuk hyet me qëllimin që me kriju, se ti duhet sikur një biznis që investon, edhe martesa kërkon investim kohës. Ka fazat para prake, para se të vitë prandaj nëse dy të rinje e din ku e kanë rolin, mos me dal prej feminitetit femra, se mundet me qenë avokate, po kur shkojmë në shtëpi, doktoreshe, ku ta di unë, kur shkojmë në shtëpi, jemi nëna, jemi gra të bukra, të mira për burrin ton, edhe burri mundet më konë drejtor, apo ku ta di unë, po kur vjen në shtëpi nuk e ka as punëtor të asistente. Rolit profesional, edhe dy gjana janë shumë kryesore që unë i kam vrejt edhe në jetën time, është përgjegjësitë dhe ndërgjegjja. Përgjegjësitë kur i ndajmë është shumë ma mirë, edhe këto duhet me fillu prej fëmirisë, nuk duhet me mësu fëmijun me thonë kështu duhet me majtë pastër, mos e bën ato, mos e bën këto. Po duhet me mësu fëmijin si me mbajt, nëse këtë gotë e ka marrë në qëtë vend, edhe në atë vend duhet me dërgu. Pra me mirë mbajt familjen si nga aspekti fizik, psikologjik e të tjera. Prandaj përgjegjësitë dhe ndërgjegjja është shumë e rëndësishme. Sepse, për shembull, një burr nuk mundet me kry një obligim. E ka pas një tjetër ma primar, po kur vjen në shtëpi edhe ai thot, pret me pyet gruaja, për shembull, me pagu një fakturë të rrymës, edhe pret me pyet gruaja, e pagujt e burr se vinë në anulin sen, ai bre dhe ti, kom 100 punë tjera. A mund t'i dhe nga aspekti ligjor, cilat jo shkoqet? Ai mundet me thonë, edhe qëta, ai mundet me thonë, bre, s'kom haru, po që të garantojnë nesër kismet kom e kry këtë punë. Edhe treta është, pra karakteristikat, mos njohja njëri tjetrit, mos marrja e përgjegjësitë dhe ndërhyrje që bëhen nga jashtë, qoftë interneti, qoftë antarët e familjes, qoftë vjehrit,
qoftë nonat, prindrit e nusës, e tjera, e tjera. Kretë këto janë 3 faktorë që unë i kam pa janë shumë dërmues për mirë mbajtjen e një martese. Po. I balli po fol nga përvoja saj edhe... Pikërisht për këtë desha të pyes edhe nga përvoja juaj. Edhe nga aspekti psikologjik, folën me të drejtë, po ajo mos njoja, për shembull po folin praktikën time. Unë kam pas rast që e kanë zgjidhur martesën çiftet në moshën 60 vjeçare, domethënë pas 30 viteve martesë. Kjo domethënë ata janë njohur, por ka një moment ku ka pëlqyer nga aspekti ligjor, shkaqet të cilat i parashë ligji mbi familjen, shkaqet është e para steriliteti, për arsye se familja krijohet me qëllim të zgjerimit të saj, të shëmzimit të saj, dhe shumë është interesant që pikërisht kjo shkak shumë pak duket në praktik. Për arsye tani më për fatin e mirë, tash për fatin e mirë, domethënë kanë dalë të frytnimet artificiale, është të ngrit pak vetdia, ndodhin edhe adaptimet edhe krejt, ekziston dashuria dhe ruajnë familjen. Arsye tjetër që është shumë e shpeshtë. Preferona praktikës që ndodhë shkelja besnikrisë martesore. Për arsye se kur lidhet kurora, do me thonë, dhe kur ofiqari e personi, është do me thonë jasë qarën, se do me thonë do t'jenë besnik da njëri tjetërit, do t'a shikon njëri tjetërin në të mire në të keq, për kundër kësaj, prap se prap, ligjin mbi familjen ndërshkaqet e parashen nëse personat konsumojnë alkohol. Ata do me thonë nuk janë të dobishëm për familje. Për shkak se varësia e alkoolit, ata javë do me thonë ekonomin familjare, sjellit e tyre tje, tash kohëve të fundit që është shumë trend edhe narkotiket të ndryshme, edhe fenomeni që më përpara nuk është lajmëru dhuna në familje, si që është tani mos e kanë marrë zemën këtë rast, sidomos gradë, do me thonë, nuk e dorojnë dhunën, edhe pse në praktik po kem raste kur edhe burrat po kërkojnë urdhër mbrojtje, dhe ajo njëkohësisht shkon. Kjo urdhër mbrojtja është diçka tjetër, shkon me ligjin e parandalimit kundër dhunës në familjen, bazat gjenore tjetër, dhe njëkohësisht i caktohet urdhri mbrojtës, për shembull burrit mos t'i largohet, vendoset përkohësisht për fëmijë, vendoset përkohësisht për çështjet e alimentacionit, për të kontaktit, dhe njëkohësisht kalon edhe te vepra penale dhunë familje, e cila është ndëshkueshme deri në 3 vite. Edhe kjo i paraprins, për shkak se mentaliteti jonë është që nëse gruaja paraqet burrin në polici, një farë mënyrë sikur nuk ka vend në atë familje. Për arsye se është krenaria familjare. Në rrezik mund të rrezik për arsye se shumë raste kanë përfunduar edhe me vrasje. Pse ka paraqit? Iqballi e përmeni, do me thonë, në aspektin fetar, ka ndërhyn personat me autoriter, këto e përmeni edhe adifeti. Kjo edhe në aspektin ligjor do me thonë zbatohet, për arsye se është dispozite veçante e ligjit mbi familjen, i cili është tentimi për pajtim. Edhe unë pavarësisht që e shoh ta caruar për shembull palën teme shumë, unë me kalimin e kohës e di që qetësohen ka pak, madje janë fëmijët ata që nuk e favorizojnë. Shumë të martesave mon, edhe zakonisht atë përpjekje, gjatë fazës derisa fillon shqyrtimi i padis, zakonisht e bën padin, i shkon palës tjetër, i kçyr pretendimet e këtij, edhe është mes qendra për punë sociale që kanë tepër punë, janë tepër të stërngarkuar, ata i bëjnë disa përpjekje. Megjithatë, unë gjithmonë është ta ngarkoj gjykatën, po me qenë se është dispozita e veçantë ligjore, unë e prap kërkoj para trupit gjykus, për arsye se gjithmonë te rastet e zgjidhjes martesës, trupi gjykus është i përbërë prej tre gjyqtarëve. Do me thonë, një është gjyqtari profesional dhe 2 janë gjyqtar për rët. Çka janë gjyqtar për rët? Për rët janë persona të cilët pavarësisht a janë as janë jurista, ata janë njerëz me kredibilitet, njerëz që kanë përvojë, edhe një farë mënyre, ata ndihmojnë, domethënë gjyqtarin profesional të merr. Edhe unë gjithmonë e propozoj që tentim pajtimin në gjykatë për shkak se autoriteti i gjykatës është diçka tjetër. Përvoja atyre është diçka tjetër. Edhe mandej momenti më i vështirë këto raporte. Momenti më i vështirë këto raporte është mandej kujt i besohet fëmia, për shkak se është normale që të dy prindrit luftojnë për fëmijët. Mandej edhe zbatimi i aktgjykimit. Po çfarë do të liçi zonja Gashi në këtë raste? Nëse është një çift i martuar është drejt shkurzimit ndarjes. Ka një fëmijë mes. Qysh ndahet çështja e fëmijët? Kush merr në një herë fillon seanca përgatitore quhet. Mandej u parashihet me letë shkohet seancë të ndërmjetësimit. Edhe seancë të ndërmjetësimit vijnë dy çiftet, qoftë me avokat, qoftë pa avokat, edhe ndërmjetësuesi
provon edhe njëherë që të mirën vesh para ti, lidhur me çështjen e fëmijëve, lidhur me besimin, lidhur me kontaktin, lidhur me mbajtjen financiare etj. Zakonisht dështojnë. Kryesisht dështojnë, rastet rralla janë kur ndërmisu si arrin. Prapë i shkojnë landa gjykatës, edhe të lashet janë shumë kur fëmija janë në moshë 10 vjeçare, për arsye se ata nuk mundën, nuk i lejon ligji që të deklarohen para gjykatës, sepse fëmija mbi 10 vjet, do me thonën gjithmonë pas ekzaminimit të psikologëve të fëmijës, a i ka të drejtë të deklarot, këto janë momentet matrana edhe për na që i përfaqësojmë. Për arsye se është normale që do me thonë luftojnë të dy fëmijët. Mandej shiqohet ana financiare, mandej qendra për punë sociale, derisa nuk ka filluar shqyrtimi gjyqësor, e bën anketën sociale, shkon ja fshiqon kushtet, kur arrihet a di se unë isha vinë shumë gra, a di thojnë nane si ta kanë, është shumë e rëndësishme. Po sigurisht, për me Si me ndalë, çka mundemi na si psikolog, Ta shuajmë edhe psikolog, si Ka sociolog, me ndalë kur po përfundon edhe me vrasje. Faktor dhuna në familje, u mendoj si nuk është rrit numri i dhunës në familje rasteve. U mendoj është rrit numri Vetdia thash. Vetdia për tu paraqit rastet. Dhunën. Gjithashtu, mendoj si ajo që ka ndiku në rritjen e numrit të divorceve, mendoj pavarësia financiare e grave. Prandaj, sepse me sa e di, zonja Fetije, femije numri më i madhi që kërkojnë divorcin janë grata, po? Te unë, 90% janë grotë. Po, prandaj unë mendoj si Edhe shpesher, me arsye, do me thonë, teje që mund të kaluan. Unë po mendoj si mënyra se si tani shihet divorci, mënyra se si nuk është, mendoj si tani nuk është tabu, po në të njëjtën kohë unë mendoj si nuk e kanë kuptu në esencë çfarë është divorci, nuk po i marrin parasysh pasojat, prandaj këtu e kom theksin, sa do që insistohet, gruaja tani ka pavarësinë financiare dhe nuk është e bane. Ju gjitha ta difite. Okej, në përgjësi ato si e kërkojnë zakonisht e kanë këtë element në përgjësi, unë mendoj si nuk po i marrin parasysh faktor tjerë që vërtet ndikojnë negativisht që të marrin vendim për divorc. Por, në përgjësi, mendoj si... Mos të harrojmë difet se dhe ka shumë dërhyrje të familjeve të djonëve. Kjo gjithmonë ka qenë. Edhe të djali, edhe të nusja shumë. Pa tjetër. E ku përmend fatë këtësisht që vinë zyren time, vjen ajo, i vinë krejt familja, ajo e fillon tjerë të mbarojnë. Nuk janë familje që luftojnë për t'ja mbrojt martesën edhe atë kupshtin e lumëturis me fëmi. Unë mendoj, kjo është hendeku që është frytëzojnë palët jashtë. Nëse vërtet qifti ka një komunikim si duhet, vërtet ka respekt për njëri tjetrin, gjithmonë respekti është ajo. Kur fillojnë mu doa difet s'ka respekt. Para se me sepse nëse ka munges respekti gjatë gjithë kohës, nëse ka interferime nga jashtë, një arsye shumë e thjesht mundet me qunë divorc. Mengoj që po ka munges dashnie. Akumulu ato probleme A difet unë menen që po ka munges dashnie. Pra ndaj e se kanë fillim. Unë mendoj relative, ajo zbehet edhe rritet, por na gjithmonë po flasim në për studio të shkurorzimi. Duhet me i marë për me artë një problem që na e kemi shkakun edhe arsyet. Arsyet janë të lojshme, tash na me nis me i marë qëfar arsye ka, duke parë parasysh se nivelli moralit në shoqëri ka ra shumë ullët. Jo në përgjësi, po mjaftë. Nivelli moralit në pjesë për elimizojnë. Moralit për shembull ku është liria pak më e shfrenuar se përpara, qoftë të gratë ose edhe të mashkujt, sepse na disa, jo shumica, po disa femra të cilat janë problem për një martes, personi tret, për arsye se na nuk po shikojmë si shoqëni me ngrit pak në atë brendin e femrës, me kriju karakteristikat forta që nga shkolla fillore, po na po shikojmë vetëm modernizmin e kemi keq kuptu, duke e keq përdor, pra modernizmin që me jetu me një stil shumë të lartë, ashtu në thojza, me një stil shumë modern, në krahasim me ato çfarë jemi në realitet, na jemi shumë ullët.
Prandaj unë mendoj se për mos me ardhur te divorci, se kur hyn te puna e divorcit, unë kur kam qenë burr kam pas gruan që vetëm e ka gërvish burrin edhe ka hyn burg. Rastisht e ka marrë një pllak keramikës, e ka gërvish edhe Burri a gruaja? Gruaja burrin, edhe burri Apo ka thora shku si o ka kon ngu. me gritë? Po, qysh ka qenë në ata, ka di, tak e ka marrë plakën edhe e ka gërvish. Ku? E tjera, në burg, kur kam qenë 2020 në Prishtinë. E kam pas Se aty. nuk janë sinqert ato kur E po, mandeju dhe unë danë. E Po, si do arsyetuan, qoftë, ajo është. Po, du me qëllime thonë ka që marrë. mos me ardhë deri të shkurëzimi. Na kemi investu shumë për strehimoret e grave. Unë e kam dhënë këtë deklarat. Për fatë keq edhe si vjetë nuk munda me hy në politikë. Kam pas... Kemi investu Iqbal, strehimore? Me konkuru për me hy Iqbal, kush ka investu strehimore? Kandidate, mirë po janë para gjukimet e politikanëve, si do qoftë unë e kom gjedhë si vjetë ja politikë janë Amerikë, se nuk mundi ma me kontribu për një popull të cilin nuk e sheh si vlerë, po e sheh si frikë nëse Iqbal ja hynë në politikë. Pra ndaj deshta me thonë, është shumë e rëndësi brenda në martes përgjithësit, obligimet, karakteri edhe vendin me ditë ku e ka gruaja në shtëpi, edhe burri ku e ka. E dyta, pse na me shku në stacion policor, në vend se me pas një strehimore rehabilitimi për bashkuj, sepse kur po shkojnë të lutëm dhe shta kry, kur po shkon një femër, kur po shkon, jo nuk është jashtë temës, sepse unë po du para... është utopike, është e pamundur. Kur po shkon, jo është e mundur, kur po shkon Bardha, vetëm që të ta kry, se mandi po keq kuptohë në opinion. Jemi dhe drejt fundit. Po, është e prita proporcionalisht me marë fjallën. Dhe, kur po del prej shtëpis gruaja, me 2 fëmijë, se ka pas dhunë, edhe dhuna nuk durohet, ajo së në shkon të baba vetë, sepse baba i thot leni ato fëmijë të burrit tënd, nana si nanë dhe mshurin e ka, dhe ajo po detyrohet me shkun strehimore. Zotnia, hiç po e prish rendin e shtëpis, derisa po shkon procedura gjykata e tje. A kështu, nëse burri problematik, ose gruaja problematike, dërgohet në strehimore të mashkujve, fëmijët nuk kanë nevoj me ditë ku e kanë babën problematik, ka shku në Gjermani me fitu se aspektin ligjor na e kryojmë kur japen urdhën mbrojtëse se pavarësisht që shtëpia burrit ai largohet edhe i caktohet me vendim sa ka me po larg. Unë e kam qëllimin fëmijët mos me dal prej shtëpisë. Baba le të shkon le të rehabilitohet, sikur ky 4 mujori që në familje çaj ka me dal. E mandej mas 2 mujve, mas 1 muj, okay, është mendimi jam maleni. Strategji është utopie pa mundur. Okej, vazhdoni. Jo vetëm po të thamë, për spjegojnë aspektin profesional, edhe ligjor. Ai që është aktor dhunin familja i del prej shtëpisë. Për 6 muaj për një vjet as nuk e pyet ligji as gjykata bile. Se po shkojnë në strehimore gratë. Se ti e ke shkaktue strehimore shkojnë ato, derisa të vendoset për çat urdhrin mbrojtës. 1 vjet, 2 vjet. Ligji ekziston edhe s'ka rëndësi që shtëpia jote. Nëse ti krijon dhunë për ndaj antarit familjes, nuk nënkupton dhuna në familje gjithmonë burri ndaj gruas, sepse kem shumë raste që edhe ma gjerber, ai person as që lodhet ligji, ku shkon ai, çaj që shkakton, do me thonë në dhunën, ati ndalohet edhe me telefon, edhe përmes personave tretë edhe kretë, edhe shumë mirë që është ashtu. Procedura e ndarjes, atër ligji e këshyrë, po na po më fulasim, me shku në qendra psikologjike, më konsultu 2 të rinjë, para se me hynë martes, me bo kush që kanë bon vendet për parimtare, para se me hynë martes, me bo një kurs martesor, me psikolog, po edhe e kanë 6 muj, 5 muj, edhe ata e shohin vetën, po shiko problemet e perëndimit që kanë një kulturë krejt tjetër, ata i kanë edhe matë mdhaja, edhe matë lojlojshme. Për ata syje para prakisht e tjeka si faktor nuk një përshtat këti vendi, mos me qitë emrin unë da burri. Nuk është janë modelet mira dhe ato jashtë për shkak se rrit numri divorcëv. Unë mendoj, bazike në ato çfarë shkakton divorci, neve mund të gjejmë çfarë do arsye, sepse mjafton një arsye nëse akumulohen problemet. Nëse nuk është mirë besimi, nëse nuk ka ndjenja,
Edhe nëse nuk ka komunikim, atër janë faktor tjerë që kanë me ndiku. Nëse janë këto 3 element, nuk ka mundësi të vi deri të Por nëse nuk janë, as mundën mu zhvillu, zonja psikologe, kolege, zhvillohen ato, mos me ardhë deri të që ajo plasaritja, se pas ta ju bakterijet faktor këç, Po ti kur ja len, kur ja len ka komunikim nuk zhvillohen. Nëse s'ka besim nuk mund të zhvillohen. Prandaj edhe nëse s'ka ndjenja nuk mund të zhvillohen. Krijohet besimi kur ti ja jep një garancë, një gruës. Ajo drejten gjykat, drejten polici. Po nuk është më mirë besim, kam pas ndjenja prandaj shkon gjykat. Shiko, unë kam vetëm edhe që t'jali, unë kam thonë kolege atynve klientave të mi, meri 2 vizit kartela, apo shkon të psikologu, apo shkon të avukati. Nëse një për këtyre elementeve mungon, nuk kanë kusht të kitë gratë me shku të psikologu, s'kena qartë. Kemi edhe psikologu ma mirës. Nuk kemi kushte. Për arsye se nuk ka vullnet me u përmisu lidhja, nëse një për këta 3 faktorve nuk është. Prandaj, nëse jënë këta faktorët, ekziston vullneti për me vazhdu lidhje nëse për me... Faktorët i kryojnë mirëzime Jemi në fund krejt, kemi kalu në base edhe kohën që është e para par, po zënja ka është me rëndësi veç 2 fjallë shumë shkurt, se s'mulla shumë hapsirë. Pësoj që e ka interesin shikus jo për tjetër. Pa tjetër që po. Një, leta din gjithë, më zbatimi i vendimeve të gjykatës para qëtë vepër penale. Dhe me thonë, kur gjykata vendos diçka, kujtë mi u besu fmi, qysh me kontaktu, qysh me ndodhë alimentacione, dhe me thonë, aty nëse nuk zbatohet, personi ka lënë vepër penale. Edhe të urdhër mbrojtja, e mbikëqyr policia, e largon, edhe du të mu zbatu. Me burrin e gruës vetë. Ja, të erot diskriminim, që ajo që shë si pas drejtë, si pas shëriatit të fmija, gjithë që shë baba, nonat shumë për diskriminim. Po qëfar tradite mu do fmija për nonës? Edhe në ligje respektohet tradita. Dhe kjo është e pa imaginushme. Jo munda, po me nejtë në kulmin e babës, mere të gjithë ditën. Edhe ti tani shko marto. Mere të gjithë ditën. Edhe në aspektin psikologjik. Se po marto Faleminderit shumë zonja Gashi, faleminderit shumë zonja Tifete. Jo të gjithë fëmijët. Faleminderit shumë zonja Udute. Jo të gjitha moshave. Ishte kënaqësi të dëgjonim gjitha qëndrimet dhe opinionet e juja. Urojmë që sadopak e kemi informuar masën edhe me këtë pjesë. Faleminderit që ishit bashkë me ne. Tjetër herë një tematik jo divorci, po si mos me arritë divorci. E kemi parasysh. Faleminderit shumë me që qëndruat bashkë me ne deri në këtë momente. Ne bashkë do shihemi edhe nesër. Deri atëherë mirëmbëjtje.